UEFA Champions League ka ullur si parin e fazës së ligës për vitin 2025 me 6 ndeshjet e luajtura, ndërkohë që kanë mbetur edhe 2, të cilat do të zhvillohen në fundin e janarit, por gjithsesi mund të bëhet një bilanc i parë i asaj që kanë treguar skuadrat pjesëmarrëse deri tani. Mbi të gjitha bie në sy një Arsenal i pamposhtur 6 fitore në 6 ndeshje për topçit e drejtuar nga Arteta, që për më tepër kanë pësuar edhe vetëm një gol duke shënuar 17. Pra, vërtet një ecuri e jashtëzakonshme londinezëve, të cilët ndiqen vetëm nga Bayern i Munichut me 3 pikë më pak, pikërisht ato 3 pikë që i mori Arsenali në sfidën direkte, por që gjithsesi nuk e kanë dekurajuar skuadrën bavareze për të vijuar atë rrugën pozitive, rrugën e rezultateve të mira, rezultateve me fitore që vijuan edhe përballë Sportingut të Lisbonës. Ndërkohë, ajo që bie në sy është natyrisht një krizë e Realit të Madridit që pas humbjes në kampionat është dorëzuar edhe përballë Manchester City në supersfidën e së mërkurës në Bernabeu, aty ku Citizens pas 6 vjetësh kanë arritur të marrin një fitore si miq, gjë që ndodhte për herë të fundit, pra pikërisht në takimin e vajtjes së të tetave të finaleve të sezonit 2019-2020. Atëherë kur pikërisht skuadra e Guardiolës fitonte po 1-2 ashtu siç ndodhi të mërkurën, pas goleve të realizuar nga O'Reilly dhe Haaland, që bëri 6 realizime në po aq ndeshje, ndërkohë që nuk vleti për madrilenët goli i të zakonshmit i të apunuarit me realizimet në sfidat Real City, pikërisht Rodrigos. Sa i takon italianave, më e mira për momentin është Atalanta e Berat Gjimshitit, që gjendet në pesën e parë me 13 pikë pas fitores me përmbysje kundër Chelsea, ndërkohë që një pikë më pak është Interi, që edhe ai mbetet në 800 kryesor, edhe pse pësoi një humbje disi të padrejtë pikërisht në supersfidën e së martës në San Siro kundër Liverpoolit.